Data 9 gusht. Libri i Ruthit, kapitulli 2. Naomi kishte një fis të burrit të saj, një njerit të fuqishëm dhe të pasur, nga familja e Elimelekut që quhej Boaz. Ruthi, Moabitja, i tha Naomit: "Lër më të shkoj nëpër Ara të mbledh kallim prapa atij në sytë të cilit do gjej hir." Ajo ju përgjigj: "Shko, bia ime." Kështu Ruthi shkoi dhe nisi të mbledh kallim prapa korrësve, dhe i rastisi të ndodhej në pjesën e Arës që ishte pronë e Boazit, i cili i përkiste familjes e Elimelekut. Por ja që Boazi erdhi në Betlehem dhe u tha korrësve: "Zoti qof me ju." Ata ju përgjigjen: "Zoti të bekoft." Pastaj Boazi i tha shërbëtorit të tij të caktuar të mbikëqyr korrësit: "E kujt është kjo vajzë?" Shërbëtori i caktuar të mbikëqyr korrësit u përgjigj: "Është një vajzë Moabite që është kthyer me Naomin nga vendi i Moabit." Ajo na tha: "Ju lutem, më lini të mbledh kallin midis demeteve prapa korrësve." Kështu ajo erdhi dhe qëndroi nga mëngjesi deri tani, pushoi vetëm një çast në shtëpi. Atëherë Boazi i tha Ruthit: "Dëgjoj, bija ime, mos shko në ndonjë arë tjetër për të mbledhur kallin që kanë mbetur. Mos u largo që këtej po rri me shërbëtoret e mia. Mbaj syt në arën që po korrin dhe shko prapa korrësve. A nuk i kam urdhëruar shërbyesit e mi të mos të bezdisin? Kur ke etje, shko atje ku janë shtambat për të pirë ujin që kanë nxjerrë shërbëtorët." Atëherë Ruthi u shtri për dhe duke rënë përmbys me fytyrën për tokë dhe i tha: "Për çfarë arsye kam gjetur kaq hir në sytë tu, sa ti të kujdesesh për mua, që jam një e huaj?" Boazi u përgjigj duke thënë: "Më kanë treguar të gjitha ato që ti ke bërë për vjerrën tënde pas vdekjes së burrit tënd, dhe si e ke lënë atin tënd, nënën tënde dhe vendlindjen tënde për të jetuar me një popull që nuk e njihje më parë. Zoti të shpërbleft për ato që ke bërë dhe shpërblimi yt qofti plot nga ana e Zotit, Perëndisë e Izraelit, në krahët e të cilit erdhe të strehohesh." Ajo i tha: "Le të arritë më shikosh me sy të mirë im Zot, sepse ti më ke ngushëlluar dhe i ke folur zemrës së shërbëtores sate, megjithse unë nuk jam as sa një nga shërbëtoret e tua." Në kohën e dregës Boazi i tha: "Eja këtu ha bukë dhe ngjyje e kafshatën tënde në uthull." Kështu ajo u ul midis korrësve. Boazi i ofroi bukë të pjekur dhe ajo hëngri sa u ngop dhe vuri më një anë te pricat. Pastaj u ngrit për të vazhduar mbledhjen e kallinjve që kishin mbetur. Dhe Boazi u dha këtë urdhër shërbëtorëve të tij duke thënë: "Lërini të vazhdoj të mbledh kallinjt edhe midis duajve dhe mos i qortoni. Përveç kësaj, lini që të bien për të kallinj nga dorza dhe mos i merrni, me qëllim që t'i mbledh ajo dhe mos i bërtisni." Pastaj ajo vazhdoi të mbledh kallinj në arë deri në mbrëmje, pastaj shiu ato që kishte mbledhur dhe siguroi pothuaj një ef elbi. E ngarkoi në kurriz, hyrë në qytet dhe e vjerra pa atë që kishte mbledhur. Pastaj Ruthi nxori atë që kishte tepruar nga ushqimi, pasi ajo ishte ngopur dhe ja dha. E vjerra e pyeti: "Ku i ke mbledhur kallin sot? Ku ke punuar? Bekuar qoftë ai që tregoi kujdes për ty." Kështu Ruthi tregoi se vjerrës pranë kujt kishte punuar dhe shtoi: "Njeriu pranë të cilit punova sot quhet Boaz." Naomi i tha nuses: "Qofti bekuar nga Zoti, ai që nuk e ka hequr mirësinë e tij nga të gjallët dhe të vdekurit." Dhe shtoi: "Ky njeri është i afërm i yni ngushtë, një njeri që ka të drejtë të na shpengojë." Atëherë Ruthi, Moabitja, tha: "Më tha edhe, rri me shërbëtorët e mi derisa të kenë mbaruar korrjen time." Naomi i tha Ruthit, nuses së saj: "E mira është që ti të shkosh, bia ime, me shërbëtorët e tij dhe të mos gjejnë një arë tjetër." Kështu ajo mbeti duke mbledhur kallinj me shërbëtorët e Boazit deri në fund të korrjes së elbit dhe të grurit, dhe banonte bashkë me të vjerrën. Veprat e apostujve, kapitulli 27. Dhe si u vendos që ne të lundrojmë për në Itali, Pali dhe disa të burgosur të tjerë ju dorëzuan një kryeqindësi me emrin Jul, i kohortës Auguste. Hipëm në një anije nga Adramiti, që duhej të kalonten nga portet e brigjeve të Azis, dhe u nisëm duke pasur me ne Aristarkun, një Maqedonas nga Thesaloniki. Të nesërmen arritëm në Sidon, dhe Juli, duke u treguar njerëzor me Palin, i dha leje të shkojë te miqtë e vet që të kujdesen për të. Pastaj si u nisëm prej andej, lundruam poshtë Shqipros, sepse erërat ishin në të kundërt. Si e kaptuam detin e Kilikis dhe të Panfilis, arritëm në mirë të Likis. Dhe atje kryeqindësi gjeti një anije të Aleksandris që shkonte për në Itali dhe na futi në të. Edhe duke lundruar nga dalë për shumë ditë, mezi erdhëm drejt Knidit, sepse nuk na linde era të afroheshim. Atëherë lundruam poshtë Kretës drejt Salmonit. Dhe duke lundruar me shumë vështirësi për brigjeve të saj, erdhëm në një vend që quhej Limanet e Mirë, pranë të cilit
ishte qyteti Lasea. Dhe duke qenë se kishte kaluar mjaft kohë e lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse edhe koha e agjërimit tashmë kishte kaluar, Pali i këshilloi ata duke u thënë: Burra, unë po shoh se lundrimi do të bëhet me të hequr keq dhe me dëm të madh jo vetëm për ngarkesën dhe për anijen, por edhe për jetët tona. Por kryeqindësi kishte më shumë besim te timonieri dhe te i Zoti i anijes se sa në ato që thoshte Pali. Dhe duke qenë se Eliman nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica që e mendimit të niseshin prej andej që të arrinim, po të ishte e mundur, në Fenike, një liman i Kretës, që sheh nga jug perëndimi dhe veri perëndimi, dhe aty të kalonim dimrin. Dhe kur filloi të fryj lehtë juga, menduan se mund të realizohej qëllimi i tyre, i ngritën spirancat dhe lundruan afër brigjeve të Kretës. Por pak më vonë, shpërtheu mbi ishull një erë vrullshme që e quajnë Euroklidon. Duke qenë se anija u rrëmbye pa qenë në gjendje të qëndronte erës, u dorëzuam. Si kaluam me të shpejt poshtë një ishulli të vogël që quhet Klauda, mezi arritëm ta vëmë nën kontroll sandallin. Dhe mbasi e ngritëm në bord, detarët përdorën të gjitha mënyrat për ta lidhur nga poshtë anijen dhe nga frika se mos ngecin në cektinat ranore të Sirtës, i ulën velat dhe kështu shkonin andej këndej. Por mbasi fortuna na vuri përpara me forcë, të nesërmen hodhën ngarkesë. Dhe ditën e tretë, hodhëm me duart tona pajisjet e anijes në det. Dhe duke qenë se prej shumë ditësh nuk dukeshin as dielli, as yjet dhe fortuna po tërbohej, na humbi çdo shpresë shpëtimi. Edhe mbasi mbetëm shumë kohë pa ushqim, Pali qëndroi në mes të tyre dhe tha: O burra, po të më kishit dëgjuar dhe të mos ishit nisur nga Kreta, do të ishim shmangur kësaj të keqeja dhe këtij dëmi. Dhe tani ju këshilloj të keni guxim, sepse asnjë jetë nga ne nuk do të humbas, përveç anijes. Sepse këtë natë mu shfaq një ëngjëll i Perëndis, të cilit unë i përkas dhe të cilit unë i shërbej, duke thënë: Pal, mos ki frikë, ti duhet të dalësh para Cezarit, dhe ja Perëndia ty ti ka falur të gjithë ata që lundrojnë me ty. Prandaj o burra kini guxim, sepse unë besoj Perëndin se do të ndodh pikërisht ashtu siç mu tha. Edhe duhet të bijem në ndonjë ishull. Kur u bë nata 14 që po kalonim andeje këndej në detin Adriatik, aty nga mesi i natës detarët patën përshtypjen se po i afroheshin një toke. Dhe si hodhën matësin e thellësisë, gjetën 20 pash thellësi. Pastaj pak më tutje e hodhën përsëri matësin e thellësisë dhe gjetën 15 pash. Atëherë, nga frika se mos përplaseshin kundër shkëmbive, hodhën nga kiçi 4 spiranca dhe u lutën që të bëhej ditë. Por duke qenë se detarët kërkonin të arratiseshin prej anijes dhe po e ulnin sandallin në det, gjoja për të hedhur spirancat nga bashi, Pali u tha kryeqindësve dhe ushtarëve: Po nuk qëndruan këta në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni. Atëherë ushtarët i pren litarët e sandallit dhe e lanë të bjerë. Dhe derisa të bëhej ditë, Pali i nxiste të gjithë të hanin diçka duke thënë: Sot është e 14-ta ditë që duke pritur jeni të uritur pa ngrënë asgjë. Prandaj ju lutem të hani diçka, sepse kjo është për shpëtimin tuaj, sepse asnjërit prej jush nuk do t'i bjerë as fia e flokut. Por si tha këto, mori bukë, e falenderoi Perëndin përpara të gjithëve dhe si e theu, filloi të hajë. Atëherë të gjithë si morën zemër, morën edhe vetë ushqim. Dhe në anije ishim gjithsej 276 shpirtra. Dhe si u ngopën me ushqim e lehtësuan anijen duke hedhur grurin në det. Dhe kur u bë ditë, nuk e njihnin dot vendin, por vunëra e një gji me breg dhe vendosën po të mundnin ta nxirrin anijen aty. Dhe si zgjidhen spirancat i lanë në det, duke zgjidhur në të njëjtën kohë litarët e timonëve, dhe si e ngritën velen e ballit nga era, u drejtuan për te bregu. Por, mbasi ranë në një cektin që kishte det nga të dy anët, anija ngeci dhe mbeti me bashin të zënë të palëvizshëm, ndërsa kiçi po shkallmohej nga furia e valëve. Por ushtarët bënin këshill t'i vritnin robërit që asnjë të mos ikte me not. Por kryeqindësi, duke dashur të shpëtoj Palin, pengoi planin e tyre dhe u dha urdhër atyre që dinin të notonin, të hidheshin të parët në det dhe të dilnin në tokë. Dhe të tjerët, kush mbi derrasa, kush mbi pjesë të anijes, dhe kështu ndodhi që të gjithë shpëtuan në tokë. Jeremia, kapitulli 37. Mbreti Sedekia,
biri Josias, që Nebukadnecari, mbretja Babilonise, kishte bërë mbret në vendin e Judës, mbretëroi në vend të Konjahut, birit të Jehojakimit. Por as ai, as shërbëtorët e tij, as populli i vendit nuk i dëgjuan fjalët që Zoti kishte shqiptuar me anë të profetit Jeremia. Mbreti Sedekia dërgoi Jehukalin, birin e Shelemiahut dhe priftin Safonia, birin e Masejahut, te profeti Jeremia për t'i thënë: "Oh, lutju për ne Zotit Perëndis ton." Jeremia shkonte vinte në popull sepse ende nuk e kishin shtënë në burg. Ndërkohë ushtria e faraonit kishte dalë nga Egjipti, sapo kaldeasi që rrethonin Jeruzalemin e mësuan këtë lajm, u larguan nga Jeruzalemi. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua profetit Jeremia duke thënë: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Do t'i thoni kështu mbretit e Judës që ju ka dërguar për t'u këshilluar me mua: Ja ushtria e faraonit që kishte dalë për t'ju ndihmuar do të kthehet në vendin e vet në Egjipt. Kaldeasit do të kthehen dhe do të luftojnë kundër këtij qyteti, do ta shtihen në dorë dhe do t'i vënë flakën. Kështu thot Zoti: Mos gënjeni veten duke thënë kaldeasit do të ikin me siguri nga ne, sepse nuk do të ikin. Edhe sikur të arrini ta mundni tërë ushtrinë e kaldeasve që luftojnë kundër jush, dhe të mbeteshin vetëm disa të plagosur, këta do të ngriheshin secili në çadrën e vet dhe do t'i vinin flakën këtij qyteti." Ndodhi që kur ushtria e kaldeasve u largua nga Jeruzalemi për shkak të ushtrisë së faraonit, Jeremia doli nga Jeruzalemi për të shkuar në vendin e Benjaminit për të marrë pjesën e tij të trashëgimisë në mes të popullit. Por kur arriti te porta e Benjaminit, ku ishte një kapiten roje që quhej Irjah, biri i Shelemiahut, biri i Hananiahut, ky e arrestoi profetin Jeremia duke thënë: "Ti je bërë me kaldeasit." Jeremia u përgjigj: "Nuk është e vërtetë. Unë nuk po bëhem me kaldeasit." Por ai nuk ja vuri veshin. Kështu Irjahu e arrestoi Jeremian dhe e çoi te princat. Princat u zemëruan me Jeremian, e rrahën dhe e futën në burg në shtëpinë e shkruesit Jonathan, të cilën e kishin kthyer në burg. Kur Jeremia hyri në shtëpinë e burgut të nëndheshëm, në qeli mbeti aty shumë ditë. Pastaj mbreti Sedekia dërgoi Tamarin, e pyeti fshehurazi në shtëpinë e tij dhe i tha: "A ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit?" Jeremia u përgjigj: "Po, ka." Dhe shtoi: "Ti do të jepësh në dorë të mbretit të Babilonisë." Përveç kësaj, Jeremia i tha mbretit Sedekia: "Çfarë faj kam kryer kundër teje, kundër shërbëtorëve të tu ose kundër këtij populli që më futen në burg? Ku janë tani profetët tuaj që ju profetizonin duke thënë mbreti i Babilonisë nuk do të vijë kundër jush as kundër këtij vendi? Tani dëgjoj të lutem më mbret, im Zot, lutja ime të jetë e pëlqyer para teje dhe mos më kthe në shtëpinë e shkruesit Jonathan që të mos vdes atje." Atëherë mbreti Sedekia urdhëroi që Jeremia të ruhej në oborrin e burgut dhe t'i jepej çdo ditë një cop bukë nga rruga e furtarëve, derisa të mbarohej gjithë buka e qytetit. Kështu Jeremia mbeti në oborrin e burgut. Psalmi 10. O Zot, pse qëndron larg? Pse fshihesh në kohë fatkeqësish? I pabesi, me krye lartësinë e tij, ndjek me dhunë të mirin. Ata do të kapen nga vetë kurthet që ata kanë kurdisur, sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të tij, bekon grabiqarin dhe përbuz Zotin. I pabesi, me arrogancën e fytyrës së tij, nuk e kërkon Zotin. Tërë mendimet e tij janë: Perëndia nuk ekziston. Rrugët e tij lulëzojnë në çdo kohë. Gjykimet e tua për to janë shumë të larta, larg kuptimit të tyre nga ana e tij. Ai përqesh gjithë armiqtë e tij. Ai thot në zemër të tij: Mua askush nuk më tund dot kurrë. Nuk do të më ndodh kurrë ndonjë e keqe. Goja e tij është plot mallkime, hile dhe mashtrime. Në ngjuhen e tij ka ligësi dhe paullsi. Ai rri në prit në fshatra, vret pafajshmi në vende të fsheta, sytë e tij përgjojnë fatkeqin. Ai rri në prit në vende të fsheta si luani në strofkën e tij, rri në prit për të kapur të mjerin. Ai rrëmbën të mjerin duke e tërhequr në rrjetin e tij. Ai rri strukur dhe i mbledhur dhe fatzind mposhten para forcës së tij. Ai thot në zemër të tij: Perëndia harron, fsheh fytyrën e tij, nuk do ta shoh kurrë. Qohu o Zot, o Perëndi, ngrije dorën tënde, mos i harro të mirët. Pse i pabesi përçmon Perëndin? Ai thot në zemër të tij: Ti nuk do të kërkosh llogari, por ti e ke parë, sepse ti vëren me kujdes ligësinë dhe pikollimin për ta larë më pas me dorën tënde. Fatkeqi ka shpresat e tij. Ti e ai që ndihmon jetimin. Thyja krahun të pabesit dhe të ligut, në rast se ti do të kërkosh ligësinë e tij, nuk do ta gjesh më. Zoti është mbret për jetë. Kombet janë zhdukur nga toka e tij. O Zot, ti dëgjon dëshirën e njerëzve të përulur, ti e forcon zemrën e tyre, veshët e tu janë të vëmendshëm për t'i dhënë të drejtë jetimit
dhe të pikëlluarit me qëllim që njeriu i krijuar nga Dheu të mos kallë më të merr.